Jam në studio, vjojmë programin Shtypi ditës dhe ju. Në këto momente do të nisim, do të vjojmë me komunikimin së bashku, duke parë edhe temën e ditës. Gjatë ditës djeshme kishte një pritshmëri për një rekurs për një ankim që kishte bërë në gjykatën lart e Erion Veliaj, kreu i Bashkisë Tiranës, dhe ne këtu kemi zhvilluar edhe biseda me avokat, sepse kishte pritshmëri që ndoshta mund ndryshojë dhe masë e sigurisë arrest me burg. Gjithsesi, këto pritshmëri ishin të paktën edhe në aspektin gazetaresc, vetëm për faktin se para pak ditësh pati një vendim edhe urdhërues gjykatës kushtetuese për gjykatën e lartë dhe mbi të gjitha vetë gjykata e lartë përpara gati një muaj tashmë ka miratuar atë vendimin unifikues apo ka ndryshuar atë vendimin unifikues që do të thotë për çdo qytetar të mundshëm apo zyrtar dhe ish zyrtar masa e arrestit me burg të jetë më së miri argumentuar dhe të jetë si një alternativë fundit, por të shihen nëse mundet që të jepen raste të caktuara, pra edhe detyrim paraqitje apo dhe arrest në shtëpi. Si e vlerësoni këtë çështje? Zoti Velia për gjykata e lartë e Zon Veliajin dhe kryebashkiaku i Tiranës mbetet në burg, dio folë që mund rikthejnë detyrën nëse fiton të lirinë etj. Dhe mbi gjitha raporti me drejtësinë, pra si po sillet drejtësia dhe si e komentoni ju. Përshëndetje, mirëmëngjes, jo thjesht nga ky rast në fjalë. Urdhëroni, përshëndetje. O, përshëndetje, Andi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesin, në mirëmëngjesit, përshëndes, të uroj shëndet. Më thuaj. Për sa i përket Erion Veliajs, po na vjen keq. Po na vjen shumë keq që po bredhin me këto njerëz që punojnë. Po? Prokuroria dhe gjykata më duket se është e gabuar, nuk është e drejtë. Po? Nuk shef drejt. Nuk shef se kush vjedh, nuk shef se kush merr pasurinë e gjithë popullit shqiptar, po shef ato që punon, ato që ndërton, e ka pe fut në burg. S'ka bo vaki kjo, unë se kam gjo Erion Veliajin. Unë jam nga Burreli, flasë nga Burreli. Turp të ketë, gjykata prokuroria, që mbaj një djalë të ri në burg, e para. Dhe dyta, edhe i hirmetën, s'duhet të mbaj në burg. Dhe kjo është se kanë vjetë të marrin pasurin, edhe jo të mbajnë në burg njerëzit kotë. Djemë ma të mirë, ma të ri, ma të bukurit e dheut, ata që punojnë jetojnë, janë në përburgje. Turp. Ma turp s'ka, nuk dim se që të flasim për to. Prokuroria dhe gjykata duhet jetë e drejtë dhe duhet të zbatojë rregullat, u kam pas vetë vllajin prokuror dhe gjykat. Nuk ka bova ki të fusish tjetrin në burg kot. Okej, dakord. Mirë. Prandaj, ne kemi shumë për të folur dhe shumë për të thënë, por ama unë jam me këtë që po flas sot. Dakord. Pashim, nana. Faleminderit, miru pafshim për atë çao të përshëndes. Nuk është çështje kjo që diskutojmë, kemi në temën e ditës në ekran çështjen e zotit Veliajs, dhe ishte seanca për të. Por kjo është për gjithë dhe për zotin Meta që përmendi zonja, po për tjerë zyrtar dhe për qytetarët. Dhe në lidhje me këto ndryshimet që pak a shumë janë miratuar edhe në lidhje me vështirësimin e masës arrest me burg etj. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të dëgjoj me vëmendje. Edhe ditë mbar. Ditë mbar edhe ju të gjithëve. Atëherë është për këtë vendimin e gjykatës lartë. Po. Pra, ne kemi themi dhe do vazhdojmë të themi. Drejtësia në Shqipëri është në kuotat për mos thënë të zeros. Nuk vepron një lloj për të gjithë. Punon me standarde të ndryshme. Për të njëjtat akuza, vendi Saliut është i lirë. Saliu është i lirë, që është me të gjitha. Dhe për një person tjetër, pra, drejtësia kanë hyrë në sistemin e drejtësisë ushtarët e Argjita Maltezit, kudo në çdo gjykat, në çdo prokurori, dhe janë vënë në lëvizje të gjithë këta, se duke pari që PD-ja nuk harrin dot, ka futur në lëvizje metastazat kanceroze që i ka përhapur kudo në sistemin e drejtësisë për të realizuar diçka, për të i bërë qefin ose për të mbajtur me shpresë atë lloj
force politike se diçka mund të harrijmë. Zotëri, diçka t'ju kujtoj, ndjes, pa dashur t'ju shqetësoj, po tek drejtësia ka të bëjë edhe kjo dhe kolegët në regjim mund të nxjerrin edhe në ekran. Po besoj e keni ndjekur. Shkrimin kryesor të gazetës Tema, që ne kemi përcjell që familja Lex Nikës i dërgon një letër Bashkimit Evropian që SPAK nuk po vepron dhe hetimi për 20 janarin ka ngecur. Kështu që diskutimin që ne bëjmë sot nuk e bëjmë thjesht as për një emër konkret, por për gjithçka që ka të bëjë me drejtësinë. Pa, të njëjtën gjë dije edhe ish kryetari gjykatës kasacionit dhe Vrozi nga Amerika, të njëjtën deklaroi edhe ai. Pa, SPAK-u dhe gjykatat në Shqipëri janë bërë për të mos besuar asgjë dhe janë vënë në shërbim të pa drejtësisë, jo të drejtësisë. Dakor. Që të vritet tjetëri në demonstrat dhe SPAK-u dhe gjykata të mos veprojnë asgjë, se nuk e shi të flasi. Dakor. Të thua që të mbrosh. Pra SPAK-u doli as SPAK. Gjykata po shihet asgjë. Dakor. Prandaj në Shqipëri po t'ju është gabim të thuhet, po se morën në lule të ballit në një prokuror i lartë, në një gjyqtar i lartë, që të vënë mend se këta tash janë bërës Republikë Prokurorës, Republikë Gjyqtarës. Jo me këtë ide. Ajo sepse nuk mund të jetë drejtësia kështu. Ne prandaj po flasim për drejtësinë. Që të mos kemi as vetgjyqësi etj. Ajo më kjo që ju thoni. Të jemi dhe pak etik për atë që na ndjekin. Unë ju kuptoj. Unë ju kuptoj me këtë që ju thoni. Gjyqtarët milionerë në për gjykata, në për zyra, fallen me gjakun e me jetën. Faleminderit për telefonatën. Jemi në studio vëmi në tjetër bisedë dhe komunikim për temën e ditës e jo vetëm. Tek drejtësia në një farë mënyre po vërtitemi gjatë ditës sotme, përveç edhe pyetjes që kemi në ekran apo rastit. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Për të drejtësinë e re doja të fisja pak. Ju dëgjoj me vëmendje. Jam shumë dakord me atë parafolsin që folin se këta s'kan ku japin asnjë lloj llogarie, asnjë lloj të gjitha ato janë krijuar, janë institucionet janë krijuar vetëm për të mbrojtur këta. Gjyqtarë ka prokuror. Kush e ka provuar në kurris e di më mirë se ç'është drejtësia e re, ç'është prokuroria dhe gjykata. Ju ka rastisur që të përballeni me të? Po. E çfarë ju ndodhi shumë shkurtimisht? Kam për një nipin tim, pas një lloj prove u dënua 7 vjet. 7 vjet kërkoi prokurori, 7 vjet gjyqtarja. Prandaj varet në çdo gjykat u la çdo gjë në vend, edhe kështu që kjo drejtësi vetëm ka ngelur që ta bësh drejtësinë vetë, jo ta bëjnë këta. Okej, mirë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Falenderoj përshëndes për telefonatën. Vjen këto momente me komunikimin së bashku, do të shohim një koment, një mendim që më kam mbritur në rrjetet sociale. Në fakt nga zoti e them Lalaj, një person që ndjek programin dhe që ditën e djeshme u bë pjesë e tij me zë dhe me figurë. Dhe për temën e ditës më shkruan: arrestimet vetëm Majtas thot si hakmarrje ndaj Partisë Socialiste dhe Ramës për reformën e re në drejtësi. Mbajtja në burg e Erion Veliaj, thotë, edhe kryebashkiak nga gjykata kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese jo vetëm atë vendimin e para pak ditëve, po disa muajve më parë, le të themi pasi u shkarkua u shpallën zgjedhjet e reja, e konfirmoi kryebashkiak. Dhe thotë, mbajtja në burg e Erion Veliajt, që është kryebashkiak nga gjykata kushtetuese, edhe në burg është një burg politik për t'i marrë bashkinë dhe bashkë me Ilir Metën Kurban, pra të dy një farë mënyre Veliaj Meta, nëse interpretoj drejt, Kurban për në BE. Lënia e lirë e Maltezit me 60 banesë është karshillëk i SPAK-ut nepotik. Mirëmëngjes, përshëndetje, marrim bisedën e radhës në studio. Bëni pjesë e programit në 69 613 629 me zë dhe me figurë, është mënyra më e mirë për të ndarë mendimin së bashku. Urdhëroni. Mund të flisni, përshëndetje. Alo.
Mirëmëngjes. Mirëmëngjes janë ti. Ju përshëndes dhe ju dëgjoj me vëmendje. Një të regionet vogla kam. Më thuaj. Për sa i përket gjyqësorit, Po? drejtësisë nuk i thonë drejtësi, po i thonë drejtësi. Edhe njërë Drejtësi. Drejtësi. Drejtëzi apo si? Drejtësi. Po ta kuptoj. Drejtësi. Dreq. Bra, okej. Drejtësi. Jo drejtësi, drejtësi. Drejtësi. Okej, po, dakord. Drejtësi, okej. Pse? Për sa i përket. Po ta që e kuptoj, ai se ka pak mend e kupton. Për shashti. Po mirë, më thej që s'ka mendun që ta bërë këtë pyetje pse? Nisë. Okej, më thuaj. Se pra, nuk ka drejtësi, po drejtësi, se unë e kam provu vetë mi shpatla, se kanë mojtë një të më 4 vjetë në burg, pa e dhe nuk pa gjanë, edhe vishë për vipri e kanë thërë, edhe me të 3 muaj arrest shpirë. Pa o dhana që dojë vendimi. Okej, tjetër? 4 vjetë e kanë mojtë në burg, i shkatroj familjen e gjitha. Kjo është ideja që ne diskutojmë, jo thjesht me emrin konkret. Pra, që mas arrestit me burg, si që vendosi gjykata lartë Kolishtë të Bashkuara të jetë alternative fundit të rëzohet. Dhe jo të rish 3-4 vite brenda e më pas të dënohesh me vendim të formës prerë, të dënohesh apo jo. Kështu që kjo është ideja. Më thuaj, diçka tjetër. Pra ne po thamë se nuk është drejtësi, po drejtësi. Ju kuptova, drejtësi. E kuptova këtë. Tjetër. Jo, e që kisha një diçka tjetër. Po. Jo, është një diçka se këtu këne janë vunë drejtësia, kjo e pare, shkallë e dyte, shkallë e trete, me të mirë shumë marë, me të tharë, atë ka 3 shkallë gjyqësore. Gjykata administrative, gjykata kriminale dhe ajo e gjykata supreme për me dënu shishtarë që bëjnë gabime. Okej, aha. Gjykata speciale që vëtë ajo, Dakor, për me drejtua të shishtarë që shkelin kushtetutën e shkelin ligjët. Po. Edhe shkelin ligjët. Po. Ajo që vëtë gjykatë supreme. Okej, dhe? Ju të ka ba shkallë, por të dhëtë shkallë gjyqësorit, e sas njësa për shtetit. Okej, dakord. Mirë. Faleminderit përshëndes për telefonatën, po mendoj se thelbin e dhatë atë që kishit si mendim për temën e ditës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmëngjes, Zodiani, Mirëmëngjes dhe nga na ime, ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Uroj gjithë të mirat dhe të mora në atë parë të dy paraposit e mbështesë, jo 100%, po 200%. Nuk po dëgjoni fort mirë. Tani më Okej, po, jemi më në rregull, më thuaj. I përshëndes të dy paraposit, jo 100%, po 200% për mendimet që japin jo si qytetarë të ndershëm, si patriotë dhe si shqiptarë. Përsa i ketë problemeve të drejtësisë në Shqipëri, ka sa gjëra që nuk shkojnë fare, por ata zotërinë të drejtësisë që bëjnë sa gabime të tilla që su fale do ta paguajnë, po inshallah në kokën e tyre jo në kokën e fëmijëve. E para, e dyta. Mirë, jo me këto, unë po i cilësoj mallkimet, lutem. Kjo s'të pëlqen, po. Se s'duhet bën as i bezdisshëm, po të lutem. Jo, e para, e dyta. Si ka mundësi të mbahet në burgjim Erion Veliaj, që fundi, për ato që ka bërë, të gjykohet, të vazhdoj seansat gjyqësore rregullisht, por aty ka diçka tjetër se këta prokuror, këta gjyqtar janë pasuruar, se të lësh njerëzit jashtë, si çka sa deputete, sa ish kryeministra, sa kryeministra, kupton që kanë vjedhur, e kanë prerë, e kanë vrarë, e kanë tradhtuar, edhe të mbash Erion Velin, për mua është një sfidë e madhe për drejtsinë shqiptare. Okej. Dhe kam mendimin tjetër dhe mbaroj atë bisedën, që këtu gjykata kushtetuese duhet të vëjë dorë, ndaj është gjykatë kushtetuese që është mbi çdo sistem drejtësie. Nga këta, ditare, prokuror t'i shkarkojnë dhe t'i hedhi atje, të vetë të punojnë atje në tokat e tyre, kupto se janë bërë të pasur dhe nuk dinë ç'bëjnë. Ç'bërë Erion Velia, ku është rrezikshmëria shoqërore që thot ajo drejtësia? Se një pjesë plasën edhe në qikë pa të njohuri. Ku është rrezikshmëria e Erion Velis? Që do arapiset? Jo, nuk arapiset. Mbaje, gjykoj. Po jo të lështi njerëzit që kanë vrarë nga dritarja kryeministrisë. Me qindra mira njerëz, edhe të merresh me Erion Velis. Edhe drejtësia për mendimin tim u bëj thirrje
të reagojnë dhe të jenë shumë të kujdesshëm. Shumë faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën dhe për një tjetër mendim dhe një tjetër opinion. Besoj e kuptoni thelbin e çështjes që po trajtojmë dhe mënyrën se si po e trajtojmë. Jo thjesht me emrin në fjalë. Kemi marrë rastin e zotit Veliej, sepse kishte disa element komponent që ne mund të diskutojmë dhe kishte seanca ditën e dieshme. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje bukuroshës, si e ka emrin? Kataleja. Kataleja, shumë e bukur. Mirëmëngjesi Kataleja. Ciao. Ciao, come stai? Bene. Pa ke turshme, më thuaj. Kalim të tema e ditës. Po. Shiko, mund të them kurse e ti thelbin, jo me... Jo, exakt, jo me emra, nuk më interesojnë emrat apo tjere. Bravo. Në kohë, duhet me shikoj Europën. Mu më kujtohet se unë jam 62 vjeç, më kujtohet ish kancelari Gjerman Helmut Kohl. Po? Helmut Kohl. Po? U akuzua për korupcion, edhe për korupcion, edhe nuk u arrestua, u hetua në gjendje të lirë, Po? arriti foli gjykata, Po? pastaj shkojnë në burg. Ne nuk po themi që të mos... Ata që kanë bërë korupcione, akte korruptive, kriminale dhe të mos shkojnë, por ke mënyrë se si gjykohen. Nuk jemi me ata, apo dhe qytetarët e thjeshtë, edhe qytetarët e thjeshtë. Ligji Tjetë për gjithë, pa tjetër. Për gjithë. Pastaj kemi edhe rastin e Sarkozys në Francë, që është i freskët. Po, e vërtet. Edhe ai në burg shkoj vetëm në fund fare, si me thënë. Në fund fare, kështu që prokurorët tanë, mendimin e gjykatave janë vetë vali e vetë kadi. Shkruajnë, vullosin edhe, pa ja, nuk është kështu demokracia. Kështu që, te mendim ka mund. Që në radhë të parë duhet të aprovojnë akuzat, pastaj të veprosh me masën e sigurisë. Po, ma sigurisë. Tani ne shikojmë gjithë Shqipëri do andi, më vjen keq. Së ndardhim se Shqipëria. Në çdo qytet të Shqipërisë ke burg. Në çdo qytet, ndërkohë në kohën e mërhumit në çdo qytet të Shqipërisë ishin fabrika, uzina, punonin punëtor të ushqeni. Kurse tani më thuaj një qytet që nuk ka burg. Po ka pa burg, po të kuptoj ideja, ajo është ideja, burg. E kuptoj, ke ideja pra, se gjithmonë shkojnë direkt ke masa direkt arrest. Të kuptoj. Arrest, ndarek, se ky arresti, edhe unë, edhe ti që je në Shqipëri, nga ky burgos e pagu para, taks. Ti e mbalë se shteti s'ka para. Të kuptoj, për të mbyllu, Katalejan vajzën, se ke quar në kopshta, në shkolla. Jo, kjo është 2 vjeqe. 2 vjeqe vërtet? Mashallah, mos të marrë nësish. 2 vjeqe. Në qerë dhe mund t'ishtë atër, avash fillot rgoje, ose qoje në... Po, tani po, kemi registruar. është shumë e mirë. Institucion arsimor është... Kemi registruar se që funksionon të registruat 6-7 muaj para, pastaj në shtator shkojnë. Në shtator. Kalofshit mirë, respekt, Miru pafshin, përshëndetje edhe për Katalejan. Mirë mëgjeste si me një tjetër opinion, urdhëroni. Mirëmëngjesi zonjë. Më dëgjoni, mirëmëngjesi, ju përshëndes, nëse edhe po më shihni. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, ju uroj çdo të mirë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, më thuaj. Po, jam nga Lezhë, po, kemi folë tash 2 javë. Po? Largoj pak telefonin, të lutem, largoj pak telefonin. Okej, po. Që na folë tash 2 javë. Po? Për punën e pensioneve. Po. Emnin e mbijemnin në nuk mak po të marrë ju. Po? Emnin e mbijemnin. Ma thuaj dhe njërë problematikën, sepse ne paka shumë të mërkurave fokusohemi tërësisht tek pensionet, po që... Po,
Problematika është se unë kam punoni 21 vjetë punë shtetit me gjithë sugracion, si kam la 7 vjetë sugracion, më janë bani 21 vjetë, po kam pas në 12 vjetë në kooperativë, ato nuk mi ka kalu kush, e në pensionin e kam të vogël të shun. Ato se ka i shun ditë të kooperativës nuk di gjo. E kuptoj. Po ato më thanë mu, nuk ke nevojë për ato, për ditë të kooperativës se ketë punë shtetit. Punë shtetit që këshim me pasun, 21 vjetë. Dhe ideja është që thjesht keni pensionin e ullët, paka shumë. Po, 180.000 lekë kam. Dhe, ato shifrat e frikshme që i diskutuam. Dhe a mund të rekuperohet diçka nga punët që ju keni apo nga vitet e punës. Kjo është ideja. Mirë, ne po ju mbajmë numrin e telefonit, dhe këtë çështje do ta pyesim zotin Hoxha, ose do t'ju telefonojmë ne në momentin që të jetë zoti Hoxha eksperti për pensionet. Sa ai e di shumë mirë dhe me detaje këtë çështje. Faleminderit. Faleminderit. Ju përshëndes. Normalisht pyetja e parë që bëhet nga gjithë pensionistët është pse pensioni ka që ullet e tjerë. Ka një formulë për llogaritje, ka diçka. Jo çdo gjë është, le të themi, faja për përgjegjësi e pensionistëve, sepse atyre që momentalisht marrin një pension, ne po themi janë në moshën e pensionit, sepse mund të kenë punuar në zez vite më parë, duhet kishte kontrolluar shteti e tjerë. Ka një sër komponentësh, por kjo është ideja. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, Handi. Të përshëndes, po shumë kështu i turbullt, më ike fare. Jam i turbullt, jam në një vend që nuk ka telefoni, nuk ka mirë. Po ti mi ike dhe fare më këndzirë tavanin mua ty tani, vetëm pak ballin edhe tavanin. Tavanin, dalë të më dalë. Ule telefonin, ule pak telefonin, ule. Ule pak telefonin që të shohim. Ule pak telefonin ose largohej që të shohim, të lutem. Dakor, se do ta kemi kohën po. Largohej pak telefonin, mos lëviz. Të përshëndes. Po? Edhe, unë nuk di të flasë shumë se jam se tjetë gjallë. Gjarë për i me 7 koka, Shqipëria nuk rregullohet. Pik, maroj, të roj shëndet e gjithë mirët. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, sepse edhe detajet teknike pak të vështire. Sa tjetë gjallë, gjarë për me 7 koka, Shqipëria nuk rregullohet. Mirëmëngjes, shumë shkurtimisht dhe një tjetër opinion, sepse do të vjojmë fakt më pas edhe me mediat online, apo edhe me shtypin e vitit 96. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Ju dëgjoj me vëmendje. Për sa i përket temës së ditës, Erion Veliaj mbahet padrejtisht izoluar në burg. Për arsye se Erion Veliaj nuk e mban drejtësia në burg, mban politika. Po kush politik? Është një kryebashkiak. Kush politik? Kryebashkiaku mi votuar në mbar Shqipërinë. O i nderuri gazetar. Dakor, po kush nga politika, ose kush politik? Nuk është kryebashkiaku i Vërgjinës apo i pushtetit, po është kryebashkiaku A më dëgjoni, ju lutem. Që është votuar, që është mi votuar i gjithë Shqipërinë. O Anti, o i nderuri Anti. A më dëgjoni? Kjo është temë me shumë vlerë. Më dëgjoni? Ai është futur brenda. E ke fikur atë butonin që më dëgjon mua? A më dëgjon mua? Urdhë. Kush politik, kush krak, kush politikan e ka futur? Se sa po e thatë unë da bëj pyetje, mos më rrijet pa da bërë pyetje. Të gjitha. Po më dëgjoj me vëmendje. Erion Veliaj nuk e mban drejtësia apo fajësia, po e mban politika në burg. Erion Veliaj është një shkëndije vërtet. Kush pra kush? Të vetët, të majtët? Një shkëndije vërtet. Të djathët, kush? Dhe si vije Erion Veliaj është si një vije kuqe e një njeriu që ka dalë ekselent në gjithë punë e tia. Pra ndaj kërkojmë, to janë tema shumë të rëndësishme dhe gjykata nuk duhet të krijoj barazi, nuk duhet të krijoj paralelizëm me atë që ka vjedhur, me atë që ka vrarë. Si more të mbahet Erion Veliaj në arrest të burg, kur këtu kriminalët kanë vrarë, pa të mirë me dy u ka vite që dojë një gërtet. Tani Berisha ka vrarë 11.000 shqiptarë, edhe rrinë të lirë, edhe rri Erion Veliaj që i vu janë për kryeqytetin e Shqipërisë. Dakor. E barazoi kryeqytetin e Tiranës me New Yorkun në Amerikë, o i nderuri gazetar.
Mirë, faleminderit. Prandaj kërkohet. Po, e fundit të lutem. Më shpejt. Okej. Sepse me novelinë është 99% e popullit shqiptar. Dakor, mirë, faleminderit. Ju përshëndes për telefonat.